Kishin nxjerrë që stresi është ndaluar prap nga policia në Durrës, 4 orë tëra në polici. Ç'e ishte kjo histori? Po, ndodhi para 3 ditëve, makinën time. Ç'a ndodhi? Isha në rrugën e plazhit. Po? Isha në Vlorë, po kthesha me shokun tim. Po? Nuk i rash nga ura shkurt, në më për datura të lanë, po i rash nga rruga plazhit. Normal. Mirë, për pasi momenti shoh dy policë që vinë, domethënë i kishin gjatë dhëntar, i kishin dhëntar nga përpara. Po? Kohës. Edhe ndalu. Hap krahun. Hapa krahun. Letra, dokument, patent që ti thonë sekond gjitha. Po? Janë zora gjitha. Dëgjoj tha, ja do presësh pak tha. Okej, po pres. Me siguracion me gjitha letrat. Edhe ndesa makinën në një moment për t'i dhënë sinjalin që unë i kam gjitha në rregull aty. Në moment që Ç'e janë këto foto që po shohim këtu? Këto janë makinës. Me këtë makinë ishe? Po, edhe Ç'a është kjo? është makina amerikane. Lamborghini? Jo, Corvette. Corvette? Po. Ty ta. Edhe Makina jote stres? po. Pa parë. Edhe polici rrugor ndërkohë që më tha pritet dhe pak thash, ama çan këto intriga i thash. Makina në rregull ça, për çka kërkon të pres. Verifikoje. Ishte makina që i bëri Nuk isha debitor ndaj shtetit, kisha pagu gjithë gjobat javë para. Ndërkohë që tha, dëgjoj tha se do vi shefi i plazhit, tha, një farë Karafili. Tash kush është ky Karafili tha? Quaj Karafili edhe emrin? Karafili kishte emrin, ai shefi i plazhit tha, po kush është ta? Ama ka vllajin tha prokuror diçka tillë. Nëse vetëm pyeta. Pastaj erdhi zoti Karafil, tha policia e shtetit, tha shefi i plazhit duar tha mbas makinës kontroll policia. Sepse është makina pra që i bën. Nuk e di pse. Pastaj kur më tha, çen ke ti tha. Unë. Çen ke ti, po, ata dinte emrin? Po, çen ke ti. Stresi. Apo tha Arkimet Blushaj. Po. Jo, çen ke ti. Çen ke ti. Po. Dhe pastaj? Asnjë gjë, pastaj pyeti rrugorën. A është i lirë për ti? Tha, policia rrugor, tha, për neve është i lirë tiki. Jo, më tha, po të shkoj erë, tha, në drejtori. Edhe të mbajtë në drejtori, o pra? Po, 3 orë gjys, 4. Drejtori Durrësit? Po. Po pse? Ato nuk e di. Thanë që ke bërë manovra në rrugën e plazhit. Po ti kishe bërë manovra fatikisht? Nuk besoj se kisha bërë manovra. Sa bukur e thua, nuk besoj, o pra. Si ku flet për një person tjetër, sa i matë që. Nuk besoj se stresi kishe bërë manovra. Po. Po, edhe? Do dalë në komision, së është asë gjë. Shpresoj të ma falin gjobën, sepse... A, të vujnë gjobë? Jo, gjobat zero, kalon në komision vendoset. Po pse? Po se këshu e lanë ata. Po patenta nuk ta morën? Jo, ishin shumë mirë, usollën shumë mirë. Tani, me